Të nderuar jetën të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin. Letrën e Apostollit Pavlit drejtuar Timotheut dhe dëgjuam këto fjalë që na drejtojnë të gjithë ne në çdo kohë, madje sidomos në këtë kohë. Dhe dim se ligji është i mirë, nëse përdoret te njeriu me ndihmëri. Duke ditur këtë se ligji nuk është vënë për të drejtë, por për të paullën e për të pabingurin, për ata që s'kanë frikë Perëndije, për mëkatarët, për të pafetë e për përdosin, për atë vrasësin dhe për kopësësin, për nënvrasësin, për njerëvrasësin, për të përtalën, për ata që shkojnë me meshkë, për ata që shesin njerëz, për gënjeshtarët, për ata që shkelin betimin dhe për çdo gjë tjetër që deri kundër mësimit të shëndosh, sipas fuqimit të lavdisë së lëhuri Perëndi që mund besuam. Pra, Apostolli Pavli na thotë se Perëndia ka vendosur ligj dhe për kërë e ka vendosur ligjin. E ka vendosur ligjin jo për të drejtë, jo për ata që duan Perëndin dhe i bindën Perëndisë nga dashuria, por për rebel, për ata njerëz që rinë kundra ligjeve të Perëndisë, madje edhe kundër ligjeve të natyrës, ashtu siç përmendet për homoseksualët. Fatkeqësisht jetojmë në një kohë të parë, në një kohë ku naturaliteti po shikohet si gjë e vjetëruar dhe po promovohet, po ligjërohet, po votohet deri në realitet. Dhe ne mendojmë se nëse këto bëhet ligje dhe ligje shtetërore, atëherë kjo janë të ligjëruara dhe ndoshta na krijojnë ideja se nuk është mëkat. Të dashur krishterë, ne krishterët kemi një tjetër kushtetues, kemi një tjetër ligj. Ne i bindemi shtetit, po deri aty sa nuk cënohen ligjet e Perëndisë, morali i Perëndisë, naturaliteti që ka vendosur Zotit. Prandaj ne vetë nuk ndryshojmë, edhe pse mund vendoset ligje të cilët lejojnë dhe naturalitetin, ose siç po diskutohet sot për çështje gjinie, ose çështje prindërore, që nuk ka punë e grua, nuk ka baba dhe nënë, nuk ka një gjini të përcaktuar nga seksualiteti dhe naturaliteti, por një lloj ndjeshmërie, një kutije pandorës që është hapur dhe nuk e ditë se ku po shkon. Shikoni se si flet apostulli, pra është kundër këtyre gjërave. Edhe ne si krishterë jemi kundër. Asnjëherë nuk duhet bashkojmë me këtë frymë liberale, tolerante, sepse jo vetëm nuk duhet të pranojmë, por dhe nuk duhet të rrim indiferent. Neve duhet të flasim. Dhe kisha, siç e ju e dini, bashkë me komunitetet fetare, është kundra këtyre ligjeve. Ka ngritur zërin dhe ka thënë fjalën e vet. Nuk duhet të prishet atë çfarë ka krijuar Perëndia. Aq më tepër natyra njerëzore, që është krijuar mashkull dhe femër, që bëhen burrë, baba dhe nënë, dhe aty fillon familja, qeliza e shoqërisë. Por, po të lexojmë edhe ukindin e sotëm, Zoti vërtet është dashuri, por është edhe drejtësi. Shikoni çfarë bëri Krishti për ata që tempullin e Perëndisë e kishin bërë një tregti. Mori një shkop, një kërpaç dhe i përsuri duke thënë, shtëpia ime është mbi lutjes dhe nuk pyet shpejt sa është. Ne kemi kujdes, sepse kisha është vendi ku thuhet e vërteta. Kisha nuk është vendi ku neve thjesht bëjmë një shoqëri për fitime ose për organizime festësh dhe arkimesh. Ktu dëgjojmë të vërtetën, ktu e jetojmë të vërtetën, ktu i bindemi të vërtetës, që flitet nga goja e Zotit, nga goja e apostujve, nga goja e shejtanit. Dhe sot ne ndërrojmë një shejtan, i cili është një shejtan shumë i dashur, i kohëve tonë, është pahu shejtan në 2013, shën profil Kapson Kalvini, i cili ka lutur në vitin 1906 dhe vjeti në Zotin në vitin 1991. Shejtani i tij u dëmua që fëmijë, i cili u përkushtuar Zotit edhe shkoi që adoleshent të i në malin e shenjtë. Shkoi në malin e shenjtë dhe atje u përkushtua si një burr i ri. Perëndia duke parë zemrën e tij të pastër, e vlerësoi që të ri, i
i dha dhuratat më të larta që më marri një besimtar për kushtuar. Dhuratën e dallimit. Dhe ai këtë dhuratë që dha Zoti e ruaj një gjatë gjithë jetës. Është një bashkëpunëtor më të dashur, i cili kishte shumë mundësi me gjitha dhuratën e dallimit, të shërimit, të ngushëllimit, të shpirimit shpirtëror. Por disa kanë abuzuar me emrin e shërbimisë. Madje ka qenë për atë liberal, sikur ai nuk i interesoi për mëkat, po thjesht ishte vetëm për dashuri. Por këta njerëz e kanë gabim. Shën Porfiri vërtet fliste se Zoti është dashuri, por ai thoshte Zoti është dhe drejtësi. Dhe ishte kundër kategorikisht mëkateve, sidomos mëkateve trupore, që bëhen dhe justifikohen dhe brenda martesës, madje edhe martesës të kishë. Shën Porfiri, si ka thuhet në fjalët e tij, atyre që ishin afër atij, ishte kundër planifikimit familjar, kontraceptive, ishte kundër fekondimit artificial, të cilat sot pranohen. Madje ka edhe ndoshta një mendim tolerant edhe në disa rrethë krishterë. Por Shën Porfiri që kundra, se ishte kundra, sepse i shikonte këto gjëra kundër vullnetit hyjnor. Dhe mbi të gjitha ishte kundër perversioneve në martesë. Të dashur krishterë, Zoti në një botë shumë të shturë, ku informacioni për negativitet merr nga të gjitha format, nga të gjitha moshat, dhe fatkeqësisht ky perversion, përveç se është i jashtë, po edhe brenda familjeve tona, po edhe brenda çifteve të martuar. Dhe njerëzit mendojnë, dhe po flasim për krishterë, se thjesht janë të martuar në kishë, thjesht janë duke grua, ata ku bëjnë marrëdhënie të çfarë të llojshme. Por Shën Porfiri dhe të gjithë shenjtorët janë kundër marrëdhënieve perverse, jo natyrale, edhe për ligjit të martuar. Kisha nuk do të ndonë në gjumit, por kisha nuk është kundër, nuk është të pro të naturalitetit, por është pro naturalitetit. Dhe Shën Porfiri thoshte që mëkatet e prindërve, perversionet e prindërve i muajnë fëmijë. Sot shikojmë një trend, shikojmë një lloj që duket si kur është naturale, që ka shumë njerëz, ai sa mund të quhet shumë ata që kanë një orientim seksual jo natyral. Dhe kërkon na thonë që kjo është e ligjit, kjo është e krijuar nga Zoti. Po çfarë thoshte Shën Porfiri? Zbuloj atë që njerëzit nuk e kuptojnë, ose shkenca nuk e zbulon. Nuk ka gjendje, nuk ka një njeri me orientim seksual dhe natyral, por bëhet. Kur bëhet? Bëhet që në embrion. Kur prindit kryen marrëdhënie perverse, atëherë demoni homoseksualitetit në embrion e shtrëmbron natyrën dhe vuaj fëmijën. Lindin në orientim seksual, pra denatyral, sepse demoni është e ata. Dhe aq më tepër kur ata edhe gjatë jetës tyre abuzohen, ose nxiten, ose mësohen në një orientim seksual denatyral. Të dashur krishterë, jemi përpara sfidave shumë të mëdha. Duhet të mbrojmë fëmijët tanë, duhet të mbrojmë veten tonë nga kjo frymë antikrishte, nga këto ligje denatyrale. Nuk jemi vetëm, kemi Zotin, kemi fjalën e shejtorëve, kemi jetën e shejtorëve, dhe shejtorëve të kohëve sotme, siç ishte dhe Shën Porfiri. Dhe njëra ata të krishterë, të cilët janë liberalë, tolerantë, madje dhe indiferentë, Zoti do t'i ndaj veç, do t'i bashkojnë në armiqt, kurse ata të krishterë që do durojnë deri në fund, do jetojnë sipas porosive të Perëndisë, do ruajnë naturalitetin e brenda martesës, jo vetëm të çiftet të bekuara, por dhe fëmijët e tyre do t'i kenë të bekuar. Amin.